Kultura nuk po tërheq më vizitor vetëm për pasuritë e saj historike dhe kulturore, peizazhet natyrore, lumi Vjosa dhe mundësitë që ofron zona për sportet ujore, po japin një tjetër dimension turizmit në këtë zonë. Nga viti në vit, aktivitetet në natyrë dhe sportet e aventurës po njohin një shtrirje gjithnjë më të madhe, duke tërhequr jo vetëm vizitor vendas e të huaj, por edhe operatorë të rinj që po e shohin këtë sektor një mundësi për punësim dhe zhvillim ekonomik. Ndërthurja e turizmit kulturor me atë sportiv dhe historik është një aset i çmuar. Vjosa ofron mundësi të shkëlqyera për sportet ujore. Dua të theksoj se ky sport është bërë edhe si biznes. Vjosa ka një peizazh lumor të mrekullueshëm që askush nuk do ta humbiste adrenalinën me kajak, rafting, barkat e ujit, duke i bërë më tërheqës turistat. Rritja e interesit për turizmin e aventurës ka sjellë edhe nevojën për profesionalizëm të trajnuar. Operatorët që ofrojnë këto aktivitete i kushtojnë një rëndësi të veçantë sigurisë, në mënyrë që eksperienca e çdo vizitori të jetë sa më e bukur, por edhe e sigurt. Kemi 3 operatorë turistik, të cilët po ofrojnë shërbimin e mrekullueshëm dhe adrenalinën e veçantë për turistat. Sezoni turistik këtë vit ka hyrë me këmbë të mbar, duke bërë që nga numri i kaluar i vizitorëve, nga 28%, këtë vit është bërë 35% dhe urojmë që çdo ditë më shumë ne të kemi vizitorë sa më shumë në vendin tonë. Me natyrën si një pasuri më e madhe e saj, kultura po ndërton gradualisht një profil të ri turistik, ku aventura, sporti dhe promovimi i territorit ndërthuren me rritjen e ekonomisë lokale.